Tregtarët e tregut të madh të qytetit të fruta perimeve dhe konfeksioneve kanë dalë në protestë përpara Bashkisë së Vlorës. Ata kundërshtojnë mbylljen e tregut në qendër të qytetit, i cili pritet të rehabilitohet si pjesë e një projekti për rikualifikimin e zonës pranë Sahatit. Në deklaratat e tyre, tregtarët shprehen se nuk janë kundër rehabilitimit të tregut, por theksojnë se nuk është ofruar një zgjidhje konkrete. Ata janë dakord që tregu të rikonstruktohet, por kërkojnë një vend të përshtatshëm ku të ushtrojnë aktivitetin gjatë kësaj periudhe. Sipas tyre, vendet e propozuara nga autoritetet janë shumë larg dhe pa klientel. Tregtarët paralajmërojnë se protestat do të vijojnë pasi kanë marrë mall me vlerë të konsiderueshme dhe rrezikojnë të mbetet stok. Ata kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme dhe një takim me kryebashkiaken e Vlorës. Gjithashtu, shprehen se do të bllokojnë rrugën nëse nuk do të zhvillohet një takim me drejtuesit e bashkisë. Që në 97, në 100, në 200, i kemi bërë nëre në kraj me të gjitha gjërat. Ne të vapit, i kemi përcaktuar të gjitha gjërat. Po jo kështu fare se qyna e madhe. Po s'ke frikë nga ne. Ne vajtëm në punë, sot na mbyll dera. Po për çfarë arsye? Se kuptoj pse. Po nuk lejojmë më pse. Na vjen kur të kontaktojmë me policat, se policat janë njerëzit tanë. Është turp i madh zotëri. Po lutem më zonjë thoj, nuk kemi nevojë për të bërë këngë e valle, ne atje, si e bëm ti. Ne kemi nevojë atje të vish tek mua në treg, siç vjen kur merr votat, me 200 ushtana mbrapa, atë tek mua për hallin që kam unë. Zotri, pse do të heqëni do të heq vëlla se ti nuk e meriton të rish këtu po. Unë ku do vete? Për takto vendi, e ti unë çfarë të bëj? Normale, sa aparat e eura, gjëna e madhe. Çka ka propozuar bashkia? Pa më thonë një moti çka ka propozuar? Këm një më thoj moti. Ku? E ti ti gjë? Na thoj një. Po kush është pra ma thoj mua, të lutë të ardhjot, jo që do flasim, të kuptojmë një bashkë ty. Shko, unë do të flasë edhe me kokë edhe me këmë, se këmë më ban kokën mua, të lutem qinterë. Më thoj mua ti qa ka përsaktuar bashkia për mua, ku? Pa më thoj një... Më ka thënë mua në jalli, po jallia, po atë të më të bashkë, një të të shkëtës. Qa ka të jallia, ka bëna një godim të pukur të jallia, më luar atë të pukur, atë më më shkuan të allë, atje, nuk vetë asë njëri, që do makinë të vijë atje. Na kanë hedhë në rrugë, janë 350 tregtarë që i lë pa bukë. Kërkojmë një zgjidhje, na bëj treg tjetër, na ka hedhë në rrugë, kemi miliona lek malë, e kemi vokuar brenda. Lajmëruar po, zgjidhja nuk na dha, na bëj treg tjetër, jemi dakord qyteti të zhvillohet, por... Çfarë propozojmë? Propozojmë që na bëhet, na jepet zgjidhjet, na bëhet treg tjetër që të punojmë të shesim mallin, sepse kemi miliona lek mall, në atë mall ushqejmë fëmijët. Na në rrugë, pse proteston? Për bukën e gojës fëmijëve po protestojmë. Na në rrugë. Kemi fëmijët në për shkolla, për shumë e çfarë do i paguajmë, dyqanet i kemi me qira. Na thanë do rinë në dyqane, s'po na lën të vëmë të shikojmë mallin. Atje kemi me miliona mallu pardi e vajta në Tiranë, se dinim që do vinte kjo me njerë për 24 orë, e blokuan. Nuk dim që të bëjmë, ku të vëmë, ja urdohet, na thoni ju ku të vëmë. Nuk është e këtyre, kjo është e popullit. Nuk na lënë. Këtë di kryetaria që ka mbyllur dyert e ka bërë si burgu 313. Ta hapi derën të presi popullin. Ta hapi, po kështu është kur zgjidhet se kjo nuk është bashki. Këtu është komiteti ekzekutiv. Kjo është emëruar, jo e zgjedhur. Që të pret popullin, të presi popullin që të... Ne kemi ardhur që na kanë hedhur në rrugë. Jemi pa punë, pa bukë. Ne jemi prag pensionit, njëri s'na vjen në punë, tash kam një zgjidhje. Ne tregon naftu, në Sahat. Do thonë që ikni. Do bëhet ndërtime, po dim që do bëhet. Jemi sot për protestuar përfundet sepse erdhi një urdhër sot duke qenë ditët në vijim, kanë thënë që dyqanet që janë ekzistues do punojnë, edhe vinë sot, bllokojnë komplet rrugët e hyrje daljet edhe nuk na lejojnë të hapin qepetin. Për çfarë arsye? Duke thënë se dyqanet do qëndrojnë, të gjithë tregtarët kanë bërë furnizimet si gjithmonë. Tani vinë sot papritur dhe na nxjerrin me forcë, thonë nuk lejohet vjen nuk e di çaj. Është alon të heqë mallin. Malli nuk e pse ta heqë, duke thënë ai ty që duke na thënë që dyqanet do rinë të gjithë tregtarët që janë me dyqane kanë bërë furnizim si gjithmonë. Tani vin papritur na thonë është pa drejt. Dhe prandaj që jeni lajmëruar pak 12 para. Jemi lajmëruar, po është lajmëruar, por dyqanet
dyqanet kanë thënë që do qëndrojnë, nuk do cënojnë. Punimet do bëhen, por dyqanet do qëndrojnë. Edhe ambulantët do sistemohen diku. Edhe të gjithë tregtarët, siç e thash, kanë bërë furnizime si gjithmonë. Atëherë si vjen pa pritur sot e thot në asnjëri nuk do hapin qepene sepse jo do ai gjopi historira. Kjo është akti i fundit që më ardh këtu se na thanë do rinë dyqanet. Edhe kjo motra që është atje që shet në tezë që duhet të sistemohet. Edhe unë e tjetri. Kam 20 ditë pagoj licencë për këtë punë. Ai s'mund të futem të marr mallin, jo më të punoj. Çfarë ambiente shkeni? Keni dyqan apo? Kam dyqan, pagoj qiran për këtë gjë. S'na lënë të hyjmë brenda, e kam bërë me gardë me çaja ato, atje me polica. Nuk flet dot se të merr për krau të çon në polici. Ka qenë njëftimi i bashkisë për ambulantët apo edhe për Për ambulantët, dyqanet na kanë thënë do rinë. Dyqanet do qëndrojnë. Tani ne s'po na lënë në dyqan. Edhe për këto motra tonë që janë atje në shesh, duhet të punojnë. Ne nuk jemi kundra tregu, tregu le të bëhet. Ne duam të drejtat tona, ne duam të punojmë. Mos ri policia atje. Duam të punojmë të qetë, nuk duam të jemi të stresuar. Paguajmë gjitha detyrimet e shtetit, edhe shteti të na përgjigjet. Jo të na marrë sot e të na flak në rrugë. Se jemi të gjithë për një qëllim atje. Maro, sa pagon qiran? 400. U kam dy dyqane zotri. I prishi bëri rrugën e Alim Xhelos. U hoqi tëndat, po dyqanet nuk i hoqi, atje funksionuan. Po dhe ne planur funksionoi. O vlla, se erdhi njëri për të blerë shfation, është rrezikujon, po jo të mbyllën derën ti, ne policat mos futem dot brenda. Heq nga puna 500 tregtarë dhe mallin e tyre rreth qytet, dhe populli të Vlorës i heq të drejtën e tyre që i takon. Tregtarët deklarojnë se do të vazhdojnë protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Ata pranojnë se kanë mallra me vlerë të konsiderueshme dhe se situata aktuale po shkakton dëm ekonomik. Ndërkohë tregtarët kanë kërkuar të hyjnë në ambientet e tregut duke sjellë dhe përplasje me efektiv të policisë bashkiake dhe policisë së shtetit.